Pendimi është kthim, kemi thënë kthim tek Allahu xhallahu ala. Ai që kthehet tek Allahu me adhurim, ai që kthehet tek Allahu xhallahu xhelaluhu me kërkimbrojtje, e mbron Allahu nga sheri kësaj pangopsie. E mbron Allahu nga sheri kësaj lakmi. Ai ka lakmi, por kthimi tek Allahu i mundson menaxhim të lakmisë. Dhe gjithashtu e dyta është se ai që vazhdimisht tek Allahu pendohet, edhe nëse ndodh lakmia me nxit në punë, edhe nëse ndodh për shembull me ngjandën lakmia teprume, kthimi tek Allahu, pendimi, domthon e pengon, e kufizon që mos më shku larg apo. Ai që nuk pendohet tek Allahu nuk kthehet, ka mundsi fort larg me shku me lakmi, ka mundsi fort larg me e qiu pangopsi atë. Prandaj shiko këtu pendimi është edhe një lloj mbrojtje nga punë e këqija. Që ata ka përmend Imam Newawi rahimullah se është mbrojtje nga devimi, mbrojtje nga rrëshqitja, mbrojtje nga lakmia. Pse të besimtari ka anë të errta, normal. Edhe ati mund më shku me ne me buni haram, po t'ja zbën se Allah ka ndalu. Që kjo është kthimi tek Allahu xhallahu ala. Sare nefsi e ngacmon, edhe e stimulon, edhe epshe inkurajon për punë të këqija, kthehet tek Allahu xhallahu ala. Kthimi tek Allahu është mbrojtje atë. Ndaj ktheu tek Allahu gjithë me pendim. Pendohu tek Allahu vazhdimisht, Allahu mbron nga punët e këqija.